Dashi. Të lindur më, 21 mars, 19 prill. Ky muaj sjell ngrohtësi dhe intimitet në jetën tuaj romantike. Marrëdhëniet do të thellohen dhe beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush i ri që shfaqet në rrethin tuaj. Nëse keni pasur mosmarrëveshje me partnerin, tani është koha e duhur për t'i zgjidhur ato me qetësi dhe mirëkuptim. Në punë do të ndiheni të motivuar dhe do të keni mundësi të tregoni aftësitë tuaja, duke marrë vlerësime nga kolegët dhe eprorët. Kujdesuni për shëndetin, sepse mund të jeni të prirur ndaj lodhjes, gjeni kohë për pushim dhe aktivitet fizik të moderuar. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme në javën e dytë të muajit. Është momenti i duhur për të bërë plane afatgjata dhe për të kursyer për të ardhmen. Miqësitë e vjetra mund të rikthehen, duke ju dhënë gëzim dhe mbështetje morale. Demi. Të lindur më, 20 prill, 20 maj. Gjatë këtij muaji do të ndjeni nevojën për më shumë përkushtim në marrëdhëniet tuaja, dhe partneri do të vlerësojë vëmendjen që i kushtoni. Për ata që janë beqar, një takim i papritur mund të sjellë emocione të reja. Në fushën profesionale do të përballeni me sfida që kërkojnë kreativitet dhe durim. Bashkëpunimi me kolegët do të jetë kyç për suksesin. Kujdes me stresin, pasi mund të ndikojë në sistemin tuaj nervor. Meditimi ose aktivitetet relaksuese do të jenë të dobishme. Financat kërkojnë menaxhim të kujdesshëm, sidomos në lidhje me shpenzimet e shtëpisë. Mos merrni vendime të nxituara për investime këtë muaj. Së fundmi, përkushtohuni më shumë vetes dhe njerëzve të dashur për të ruajtur ekuilibrin emocional. Binjakët. Të lindur më, 21 maj, 20 qershor. Muaji nis me një energji të re në dashuri, ku do të ndjeni më shumë harmoni dhe do të shprehni ndjenjat me lehtësi. Komunikimi me partnerin përmirësohet ndjeshëm dhe beqarët mund të marrin një ftesë interesante. Në punë do të keni mundësi për të marrë përgjegjësi të reja, veçanërisht nëse keni treguar përkushtim gjatë muajve të fundit. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor, mbani larg situatat stresuese dhe përpiquni të gjeni kohë për hobit tuaj të preferuar. Financat do të përmirësohen, por është e rëndësishme të mos bini prej ofertave të dyshimta. Mund të merrni një lajm të mirë nga një antar i familjes që do të ndikojë pozitivisht në humorin tuaj. Mbani hapur mendjen ndaj mundësive të reja që shfaqen papritur. Daforia. Të lindur më, 21 qershor, 22 korrik. Ky muaj ju sjell reflektim të thellë në marrëdhëniet personale, do të mendoni për prioritetet tuaja në dashuri dhe do të kërkoni stabilitet. Partneri juaj do të kërkojë më shumë kohë dhe vëmendje, prandaj përpiquni të gjeni balancën e duhur. Në punë do të përballeni me disa sfida që kërkojnë vendosmëri dhe organizim të mirë. Mos neglizhoni shëndetin, veçanërisht çështjet që lidhen me sistemin tretës. Një regjim ushqimor i shëndetshëm është i domosdoshëm. Financat do të jenë të luhatshme, ndaj është mirë të shmangni huamarrjet dhe të bëni plane të kujdesshme. Mund të merrni një ofertë të re pune ose bashkëpunimi që kërkon analizë të thelluar. Miqt do të jenë mbështetës, por ju duhet të vendosni kufi të qartë për të ruajtur energjinë tuaj. Luani. Të lindur më, 23 korrik, 22 gusht. Në dashuri do të ndjeni një dëshirë të madhe për aventura dhe emocione të reja. Marrëdhëniet ekzistuese mund të përfitojnë nga një qasje më spontane. Beqarët kanë shanse të mira për të njohur dikë interesant nëpërmjet aktiviteteve sociale. Në aspektin profesional do të keni mundësi të shfaqni talentet tuaja dhe të fitoni njohje nga të tjerët. Kujdesuni për shëndetin tuaj, veçanërisht për çështjet që lidhen me qarkullimin e gjakut. Aktivitetet sportive do të jenë të dobishme. Financat janë të favorshme, por shmangni rreziqet e panevojshme në investime. Një udhëtim i shkurtër mund të sjellë freski dhe ide të reja për të ardhmen. Mos harroni të ndani sukseset tuaja me miqt dhe familjen, pasi ata do të jenë një burim motivimi për. Virgjëresha. Të lindur më, 23 gusht, 22 shtator. Ky muaj sjell paqe dhe mirëkuptim në jetën tuaj sentimentale. Partneri do të jetë i gatshëm të bashkëpunojë për t'i tejkaluar sfidat së bashku. Beqarët duhet të jenë të hapur ndaj njohjeve të reja, pasi një person i veçantë mund të shfaqet në rrethin profesional.
Në punë do të ketë mundësi për të përmirësuar pozicionin tuaj, veçanërisht nëse jeni të përgatitur për të marrë iniciativa të guximshme. Kujdesuni për shëndetin, sidomos për çështjet që lidhen me sistemin imunitar, konsumoni më shumë fruta dhe perime. Financat janë të qëndrueshme, por preferohet të shmangni shpenzimet luksoze këtë muaj. Një projekt I ri mund të kërkojë investim kohë dhe energjie, ndaj planifikoni mirë prioritetet tuaja. Miqtë do të jenë të gatshëm të ndihmojnë nëse ju kërkoni mbështetje. Peshorja. Të lindur më, 23 shtator, 22 tetor. Gjatë këtij muaji do të përjetoni momente të veçanta në dashuri, ku ndjenjat do të jenë më të thella dhe lidhjet do të forcohen. Beqarët do të tërheqin vëmendjen e dikujt që ka kohë që I vëzhgon, ndaj mos hezitoni të ndërmerrni hapa të parë. Në aspektin profesional do të jeni të vendosur dhe të organizuar, gjë që do të sjellë rezultate të dukshme. Kujdes me shëndetin, sidomos me qafën dhe shpinën, ushtrimet e lehta do t'ju ndihmojnë të ruani mirëqenien. Financat do të përmirësohen gradualisht, por është e rëndësishme të mos hyni në borxhe të reja. Një ide e re për biznes mund të linë nga një bisedë e rastësishme. Përpiquni të mos e lini pas dore jetën shoqërore, pasi ajo do të sjellë energji pozitive. Akrepi. Të lindur më, 23 tetor, 21 nëntor. Muaji nis me një atmosferë të ngrohtë në marrëdhëniet personale, partneri do t'ju surprizojë me gjeste të vogla dashurie. Beqarët do të kenë mundësi të takojnë dikë interesant gjatë një udhëtimi ose aktiviteti të përbashkët. Në punë do të ndjeni presion për të përmbushur detyrimet, por aftësitë tuaja do t'ju ndihmojnë të dalësh faqebardh. Kujdesuni për shëndetin, veçanërisht për lodhjen mendore, bëni pushime të shkurtra gjatë ditës. Financat janë stabile, por është e këshillueshme të përmbaheni nga blerjet e mëdha. Një lajm I mirë nga një antar I familjes do t'ju jap motivim të shtuar për të ardhmen. Mund të merrni një ftesë për të marrë pjesë në një aktivitet që do të sjellë njohje të reja. Shigjetari. Të lindur më, 22 nëntor, 21 dhjetor. Në dashuri do të ndjeni nevojën për më shumë hapësirë personale, por partneri do ta kuptojë këtë dhe do t'ju japë mbështetje. Beqarët duhet të jenë të kujdesshëm me njohjet e reja, sepse jo çdo gjë është siç duket. Në punë do të keni mundësi të përmirësoni aftësitë tuaja, sidomos përmes trajnimeve ose kurseve të reja. Kujdesuni për shëndetin, veçanërisht për sistemin tretës dhe për të shmangur ushqimet e rënda. Financat kërkojnë më shumë disiplinë, është koha të bëni një plan të qartë për shpenzimet mujore. Një mik I vjetër mund të kërkojë ndihmën tuaj, ndaj tregohuni të gatshëm për të dhënë mbështetje. Mos I lini pas dore projektet personale që keni nisur prej kohësh. Britsjapi. Të lindur më, 22 dhjetor, 19 janar. Ky muaj sjell qetësi dhe siguri në marrëdhëniet tuaja, partneri do të jetë mbështetës dhe do të ndajë me ju plane të reja për të ardhmen. Beqarët do të ndihen më të sigurt për të shprehur ndjenjat e tyre, duke tërhequr persona të sinqertë në jetën e tyre. Në punë priten zhvillime të rëndësishme, sidomos nëse keni kërkuar ndryshim ose promovim. Kujdesuni për shëndetin, sepse ndryshimet e motit mund të ndikojnë tek ju, forconi imunitetin me ushqim të shëndetshëm. Financat janë të favorshme, veçanërisht në mes të muajit kur mund të merrni një bonus ose shpërblim. Një udhëtim I shkurtër do të sjellë freski dhe ide të reja. Mos harroni të ndani kohë me familjen, pasi ata do të jenë një burim I rëndësishëm stabiliteti. Ujori. Të lindur më, 20 janar, 18 shkurt. Në aspektin sentimental do të keni nevojë për më shumë komunikim, bisedat e sinqerta me partnerin do të ndihmojnë në forcimin e lidhjes. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush I ri në ambientin e punës ose gjatë një aktiviteti social. Në punë do të përballeni me disa pengesa të vogla, por vendosmëria dhe kreativiteti do t'ju ndihmojnë t'i kaloni me sukses. Kujdesuni për shëndetin, veçanërisht për çështjet që lidhen me gjumin, përpiquni të ruani një rutinë të qëndrueshme. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni huamarrjet ose shpenzimet impulsive. Një projekt I ri në shtëpi mund të kërkojë vëmendje të veçantë këtë muaj. Përpiquni të ndani më shumë kohë me miqt, pasi do të ndiheni të mbështetur dhe të frymëzuar.
Peshqit. Të lindur më, 19 shkurt, 20 mars. Muaji fillon me një atmosferë romantike. Partneri do të jetë i ndjeshëm ndaj nevojave tuaja dhe do të përpiqet të krijojë momente të veçanta. Beqarët do të kenë mundësi për të njohur dikë që ndan të njëjtat interesa apo pasione. Në punë, krijohet një mundësi për të realizuar një projekt të rëndësishëm, por kërkohet përkushtim dhe vëmendje ndaj detajeve. Kujdesuni për shëndetin, veçanërisht për çështjet që lidhen me frymëmarrjen dhe alergjitë sezonale. Financat janë në përmirësim, por mos u nxitoni të bëni investime të mëdha pa këshillim paraprak. Një mik i vjetër mund të rikthehet në jetën tuaj dhe të sjellë gëzim. Përpiquni të gjeni kohë për pushim dhe reflektim për të ruajtur balancën emocionale. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.